as qeveria, as federata për arenën kombëtare nuk do të shpenzojnë as një qindar. Sepse ky do të jetë një partneritet publik-privat. Shëndrimi nga një njeri i kthimit në identitet në vrasës të identitetit më të rëndësishëm të Tiranës. Përse do të prishet stadiumi Kemal Stafa? A është projekti i ri një aferë korruptive? Kujt po i falet toka publike? Kush fshihet pas fitimeve marramendse? Patjetër që investitori do të nxjerrë dhe ai fitimet e veta, siç ndodh sot në gjithë Europën. Kryeministri i dashuruar me kullat. Sot në 20:45 në Ora News, vrasja e identitetit të pa ekspozuarit, një emision nga Ylli Rakipi. Të ftuar në studio Fatos Lubonja, Andi Bushati, Fidel Ylli dhe Eduard Prodani.